Kiara Tito dhe Luiz Zelli, siç e kemi thënë dhe stërtan, janë çifti më i njohur dhe më i dashur për publikun shqiptar. Lidhja e tyre u formua brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, dhe që për asaj dite, ata nuk janë ndarë nga njëri tjetri, dhe së fundmi, ata janë bekuar me një vajzë të quajtur Luna Marie Elli. Fancat ishin mësuar ta shikonin Luiz Zellin me flokët bjond, por me sa duket, flokëve bjond i ka ardhur fundi. Ai së fundmi ka surprizuar me një ndryshim të ri në pamje, duke u kthyer në zeshkan. Siç e thamë dhe më lart, gjatë pjesëmarrjes në shtëpinë më të famshme, këngëtari kishte zgjedhur flokët bjond, një model që u kthyer në trend dhe u komentuar gjerësisht. Tani ai është rikthyer me një stil krejtësisht ndryshe, duke u dukur më natyral dhe më shumë serioz. Ky ndryshim ka tërhequr vëmendjen e publikut, pasi Luizi është një nga personazhet më të ndjekur në rrjetet sociale, edhe pas daljes nga reality show. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.